Si u zhduk njeriu. Në fillim ishte njeriu, jo si ide, jo si kategori, por si qenie konkrete, trup që ndjen, mendje që mendon, zë që flet në veten e parë. Njeriu ishte vetvetja, mund të thoshte unë. Por njeriu është e vështirë për të kontrolluar. Nuk matet lehtë, nuk parashikohet plotësisht dhe mbi të gjitha mendon vetë. Prandaj hapi i parë nuk ishte dhuna, ishte fjala. Njeriu u quajt individ, nga latinishtja individum, që do të thotë njësi e pandashme. Në dukje kjo duket progres, njeriu njihet si njësi. Por këtu ndodh reduktimi i parë. Njeriu nuk është më përjetim, bëhet njësi e regjistrueshme. Individi numerizohet, identifikohet, krahasohet, futet në sistem. Individi nuk është më zë, është element administrativ. Pastaj ndodhi akti më brutal gjuhësor. Individët u shkrin dhe u quajtën masë. Dhe shqipja këtu nuk lë vend për iluzione, sepse në Shqip masa e betonit, masa e gurve, masa e ujit dhe e mas betonin, e mas ujin, e masa të grumbull. Pra një grumbull që matet. Masa është çdo gjë që nuk flet dhe që matet. Kur themi masat fshatare, masat qytetare, gjua po përdor të njëjtën logjik, si për materialet pra. Masat nuk pyesin, nuk mendojnë, nuk marrin përgjegjësi. Ato derdhen, drejtohen, menaxhohen. Kur njeriu quhet mas, ai trajtohet si material. Më pas masa u shenjtërua dhe u quajt popull. Hapi i fundit është më i rafinuari. Masa u quajt popull. Populli duket një fjalë fisnike apo jo? Por populli nuk flet vetë, flitet në emër të tij. Për shembull, vullneti i popullit, në emër të popullit, ose populli e Vulosi. Por populli nuk shfaqet kurrë si zë konkret. Ai ekziston vetëm si abstraksion legjitimues. Dhe këtu shqipja i jep sinjalin e saj më të fortë. Popull dhe popull. Në Shqip kemi dhe popull. Popull është një copë e vogël dheu, gur i vogël, send i parëndësishëm, objekt që merret dhe hidhet. Shembull real. Mori një popull dhe e hodhi në lum. E goditi me një popull. Popla nuk ka emër, nuk ka vlerë, nuk ka vullnet, ajo përdoret. Dhe kur e vendos pranë popullit, paralelja është e pamëshirshme. Populli në praktik nuk ka zë individual, nuk ka fytyrë, shërben si mjet, si popla, hidhet për të justifikuar goditje. Zinxhiri i plot, njeriu ishte subjekti që mendon. U bë individ, njësi që regjistrohet. Pastaj vjen masa, lënd që matet. Dhe populli, abstraksion pra, që përdoret. Ky nuk është evolucion natyror, është proces gjuhësor dhe politik. Në çdo hap humbet përjetimin, humbet zëri, humbet përgjegjësia, derisa mbetet vetëm fjala, pa njeriu brenda saj. Përfundimi i zhveshur. Kur njeriu bëhet individ, individët bëhen masë dhe masa bëhet popull, atëherë vendimet merren, pushteti ushtrohet, por askush nuk flet, askush nuk mban emër. Pra,
sa herë që dëgjon në emër të popullit, ose populli kërkon, populli vendosi. Ndalo dhe pyet, cili njeri konkret po flet, dhe pse nuk po e dëgjojmë zërin e tij? Sepse momenti kur njeriu zhduket nga gjuha është momenti kur pushteti bëhet i padukshëm dhe kur fjala nuk përshkruan më botën, por e organizon dhe e komandon atë. Ne nuk jetojmë më në realitet, jetojmë brenda fjalëve dhe fjalët janë kode dhe kodet janë kodet e Matrixit.